Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu waliyyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, po kujtojmë një hadith që e kemi përmend javën e kaluar, hadith të cilën e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij prej Abu Hurajras radhiyallahu anhu, ku I dërguari Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thot: "Raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu." 3 herë thot: "Qofti nënçmuar, qofti nënçmuar, qofti nënçmuar." Qila man ya Rasul Allah? Është thënë kush, o I dërguari I Allahut? Pse po thu 3 herë qofti nënçmuar? Çka puna e këtij njerit? Thot: "Man adraka walidayhi 'inda al-kibar, ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna." Qofti nënçmuar 3 herë, ai I cili e arrin qoft një prind ose të dytë gjallë, duke qenë ata në pleqni edhe nuk bën ata shkak që ai me hin xhenet. Këtë hadith e kena përmend javën e kaluar në këtë vend, këtë ders. Edhe kanë qenë 2 vllazni këto, prezant cilët sot e kanë varros nanën e tyre mas namazit drekës. Allah më shëroft, kështu që ta kena parasysh që Allah azza wa jall do dyri qel ka një herë dhe I lën qel deri me një moment saktum. Edhe tani mua ato dyrë më shelen edhe shelen më kur. E sot me lejnë Allah te bareke ve teala po vazhdojmë në kapitullin e 2 të kapitullit etika dhe mirësjellja, e që këtë në kapitull Buhariu Allah më shëroft e ka titullu Men ahaqqu an-nas bi husni as-suhbah. Kush janë njerëzit që më së shumti e meritojnë mirësjelljen dhe kujdesin ton. Në këtë në kapitull Imam Buhariu Allah më shëroft e përmend vetëm një hadith, hadithin e Abu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, I cili thot: "Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Rasulullah." Ka ardhur një prej njerëzve të I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe ka pyet, I ka thonë: "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati?" Kush është njeriu I cili e meriton më së shumti sjelljen tëm të mirë edhe respektin tëm? Kush prej njerëzve? Qala ummuk. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është nëna jote. Qala thumma man? E pastaj pas nënës e ka pyet kush e meriton këtë respekt dhe këtë mirësjellje tëmën? Qala ummuk. Prapi përgjigjet njëjtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot nëna jote. Qala thumma man? Për shtret herë thotë kush tani ja Rasulullah? Qala ummuk. Thot prap nëna jote. Prap ai sabia e pyet dhe I thot qala thumma man? Ka thon pastaj kush pas nënës ja Rasulullah? Thot qala thumma abuk. Pastaj babai yt. Do të thon nana e ka këtë pozitë madhe, këtë vlerë të madhe, kaq shumë e ka ngrit Allah te bareke wa taala sa që vjen 3 herë para babës. Me të do të më sill 3 herë më mirë se sa me babën. Do të më respektu 3 herë më shumë se sa babën, e tani babën. E pse kjo? Ka prej dietarëve që përmendim se bash 3 herë ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nonën. Thonë e para për shkak të mbajtjes në bark. E që me këto veçohet nona prej babës, veç nona e mban në bark foshin. E dyta lindja dhe vështirësitë e lindjes. Edhe e treta gjithënia. Disa prej dietarëve thonë që është për qëllim kjo që e përmenda deri tash. E kush është ky pyetësi që ka ardhur dhe ka thonë ja Rasulullah, men ahaqqu bi husni sahabati? Kush është ai njeri që meriton më shumë të sjelljen tëm të mirë? Është përmend disa transmetime tjera në librin Al-Adab al-Mufrad të Imam Buhariut, edhe në Sunenin e Abu Davudit, edhe në Sunenin e Tirmidhiut. E çaj njeri ka pas emrin Muawiyah ibn Haydah al-Qushayri radhiyallahu anhu. Në ato transmetime thot Qultu ya Rasulullah, kam thënë unë, o I dërguari I Allahut, man abar, me kënd do të më usil mas mirë, tani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë 3 herë nanën e pastaj me babën. Në kapitullin e radhës, në kapitullin e 3, të cilën e ka emërtuar Imam Buhariu Allah më shëroft, la yujahidu illa bi idhnil abawain. Ka thonë nuk lejohet me bë njëri xhihad, me luftu në rrugën e Allahut kur ajo luftë është farz ain, fardhu ain, kur është fardh kifaje e nuk është farz ain, vetëse me lejen e 2 prindërve. Domethënë njëri nëse shkon luftë
edhe ajo luftë është obligative, po jo për krejt muslimant, atëherë ai patjetër do të më marr pëlqyeshmërinë edhe lejen e dy prindërve. Kështu e ka titullu Imam Buhariu këtë nën kapitull dhe ka sjell një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E kjo leje vlen për ata të cilët i kanë prind musliman. Këtë hadith të Abdullah ibn Amrit ibn al-As radhiyallahu anhu thot qala rajulun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë njëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pyet, i ka thonë ujahid, a muj me bo gjihad? Kjo kom pyetja ti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai ka pyet, i ka thonë leke abawan, a i ki gjallë ose a i ki dy prindrit? Qala na'am. Ka thonë po, i kam të dy prind. Qala fa fihima fajahid. Ka thonë atëherë bë gjihad të prindët tu. Derdhe mundin tënd në nënshtrimin tënd ndaj prindve të tu, ndaj babës edhe ndaj nanës. Me një hadith tjetër, Buhari e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a hayyun walidak? A janë gjallë, a ki të dy prindre gjallë? Edhe ai përgjigjet që po, atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot derdhe mundin në shërbimin e tyre. Një tjetër rast të ngjashëm e transmeton Imam Abu Davudi, Allahu mëshiroft, në sunenin e tij, e po ashtu edhe Imam Ahmedi me tekst të ngjashëm, ku Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu thot se një prej njerëzve ka bo hijrat i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam prej Yemenit. Prej Yemenit ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet, i ka thonë hal laka ahadun bil Yemen? A ki dikën gjallë në Yemen? A ki dikën gjallë atje në Yemen, prej ku ke ardhur thotë na? Ai thot po, abawaja, dy prindrit e mi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më njëherë pyet, i thot edhina lek, atë kanë jep ty leje ata? Ai thot la, jo nuk më kanë jep mu leje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot irji' ilejhima fasta'dhinhuma. Ktheu tek ata. Prej Medinës shko tash në Yemen prap. Fasta'dhinhuma, merr leje prej atyre të dyve. Fa in adhina laka fajahid. Nëse ata të dy të dhojnë ty leje, atëherë hajde këto dhe bë xihad. Wa illa fabirrahuma. Nëse jo, atëherë shko rrite ata edhe sillu mirë me ta, shërbejo aty në ushqej ata dhe rreq aty ku ata kanë nevojë më shumë. Ka shumë Allah te bareke ve teala i ka ngrit prindrit në Islam. Pastaj në hadithin e radhës në kapitullin e 4, cilën e ka emërtu Imam Buhariu duke thënë la yasub ar-rajulu walidayh. Nuk i shan njeriu prindrit e tij, do të thonë nuk lejohet njeriu me i shoh prindrit e tij. Ky është hadithi Abdullah ibn Amrit ibn al-As radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajulu walidayhi. Prej gjunaheve më të mëdha të mundshme është që njeriu me i mallku prindrit e vet. Edhe në çudit sahabit kanë thonë ja Rasulullah, ka mundsi dikush me i mallku prindrit e vet? Në çudit kanë thonë ja Rasulullah, wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Çysh ka mundsi dikush mi pas prindrit e vet edhe me i shoh ata ose me i mallku ata? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë yasubbu ar-rajulu aba ar-rajul. Njeriu kur e shon babën e dikujna, atëherë bëhet shkak që ai më shoh babën e nanën e tij. Fa yasubbu abahu wa yasubbu ummuhu. Ky ja shon atij veç babën, ai ja shon tani edhe babën edhe nanën, Allahu na ruaj. Domethënë njeri bëhet shkak që dikush me i shoh prindët e tij, ose dikush me i mallku prindërit e tij, duke u sill keq me dikën tjetër prej muslimanëve apo edhe prej jo muslimanëve. Në fillim të hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë inna min akbaril kaba'ir, prej gjunaheve më të mëdha është, edhe kallzon këtë hadith. Domethënë kjo aludon që gjunahet ndahen në gjunahe të mëdha edhe gjunahe të vogla. E që ka argumente të shumta prej Kur'anit dhe prej Sunetit për këtë çështje, ndërto ajetin surën An-Nisa ku Allahu xhalla wa ala thotë in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. Nëse ju largoheni prej gjunaheve të mëdha të cilat ju po i bëni, atëherë thot ne ja u falim juve gjunahet e vogla. Nëse ju largoni prej gjunaheve të cilat Allah azza wa jall ju ka ndaluar prej tyne, atëherë Allah xhalla wa ala ja u fal juve gjunahet e vogla. Njëjtë thot në surën An-Najm
kur flet për xhenetlit, cilët hyn në xhenetin e Allahut te bareke ve teala, thot ata janë ata të cilët alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lamam. Këta njerëz janë ata të cilët largohen prej gjunaheve të mëdha, edhe largohen prej gjunaheve të pesta, siç është zinaja dhe ngjashmet me to, illa al-lamam, po ndodh që bin gjunahe të vogla. Domethënë po e vrim që Allahu në Kur'an I ka dhënë gjunahet në gjunahe të mëdha edhe në gjunahe të vogla. Po ashtu transmeton Imam Muslimi një hadith në Sahihun e tij prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, I cili thotë se dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idha ijtanaba al-kaba'ir." Pas namazet ditore, Gjumaja deri në Gjuma, edhe Ramazani deri në Ramazan, janë shkak që të fshihen gjunahet që bëhen mes tyne nëse njeri largohet prej gjunaheve të mëdha. Domethënë nëse njeri largohet I lën gjunahet të mëdha, atëherë Allah te bareke ve teala ja fal të gjunahet të vogla që I bën mes Gjumas dhe Gjumas, mes Ramazanit dhe mes Ramazanit dhe mes 5 vakteve ditore. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith kur I ka thonë që ka mundsi njeri me shoh ose me mallku prindin e vet, sahabit janë çudit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguar se çysh ndodh kjo. E ngjashme është edhe fjala e Allahut te bareke ve teala, e që ka të bëjë me diçka prej kufrit edhe shirkut, që është shari Allahu te bareke ve teala. Përmend Allahu xhalla wa ala në surën Al-An'am, ku thot: "Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah, fayasubbu Allaha 'adwan bighayri 'ilm." Mos I shani ata të cilët njerëz I adhurojnë përveç Allahut te bareke ve teala. E që kjo të bëhet shkak që ata me shajt Allahun te bareke ve teala me armiqësi edhe pa dituri. Nuk ka nevojë që as të adhurumt e tjerëve me I shoh, kur e din që ata kanë me ta shoh Allahun te bareke ve teala. Po ashtu për këtij hadithit përfitojmë që lejohet nëse njeriu ka diçka që nuk e kupton në ders ose në këshill kur këshillohet, kur I thuhet në ajet ose hadith ose çfarë do, ka drejt me pyet mësuesin, ka drejt me pyet ata I cili po flet për dinin e Allahut azza xal. Se në këtë rast ata kanë thonë ja Rasulullah, a ka mundsi dikush me mallku prindin e vet? Domethënë lejohet nëse ti s'kupton diçka me pyet. Me pyet dikon, a ka mundsi që është çka mesela që është. Pastaj në nën kapitullin e 5, Imam Buhariu Allahu mëshiroft e transmeton një hadith të gjatë dhe quan këtë nën kapitull ijabatu duai man barra walidayhi, pranimi I lutjes së atij që është bamirës ndaj prindërve të tij, dhe këto e transmeton vetëm një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që është hadithi Ibn Umayrit radhiyallahu ta'ala anhuma. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke fol për një rast që ka ndodhur para kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot bainama thalathatu nafarin yatamashawun. Kanë qenë 3 prej njerëzve duke ecë së bashku. Akhadhahumul matar, ja ka nis me rani shi tepër I madh. Famalu ila gharin fil jabal, edhe ata strehu në një prej shpellave të një kodre. Kanë shku te një kodre, kanë gjetë një shpellë dhe janë strehun ta kanë prit derisa të nalet ai shi I madh. Fanhattat ala fami gharihim sakhratun min al-jabal. Edhe ka ra një gur I tepër I madh edhe e ka mbyll atë vendin e hyrjes që ka pas ajo shpellë. Fa atbaqat alejhim, edhe në me dhe më thonë mrena, ja u ka mbyll plotësisht, dalin apo edhe hyrjen. Fa qala ba'duhum li ba'd, I kanë thënë njëri tjetrit: Undhuru a'malan amiltumuha lillahi salihatan. Këshirni secili, gjeni punë që I keni vepruar për hir të Allahut te bareke ve teala, punë më të mira që shpresoni që I keni bëu veç për Allah azza wa jall, veç për Allahun te bareke ve teala. Edhe pastaj thot fad'u Allah biha, luteni Allahun me to. Thoni o Allah, nëse ti e din që këtë vepër unë e kam bëu veç për ty, atëherë mundsana me dal prej këtij vendi ku kena met. Fad'u Allah biha, luteni Allahun me to. La'allahu yafrujuha. Ndodh që Allah azza wa jall si shkak I këtyre veprave të mira na shpëton edhe dalim prej këtij vendi ku kemi mbet. Fa qala ahaduhum,
njëri prej tyre ja ka nisë dhe ka bo duan. Ka thonë Allahumme, o Zoti im, innehu kana li walidani shejkhani kebiran. Unë i kum pas prindë e mi që në konë tepër të ladhë dhe tepër të vjetër. Kjo konë gjendja e prindëve të mi. Wali sibjetun sigar, po njëjtën kohë kum pas edhe fëmijë të vogël. Prindi ka pas tepër të vjetër dhe fëmijët i ka pas të vogël. Kuntu ar'a alejhim fa idha ruhtu alejhim fa halabtu bada'tu biwalideja asqihima qabla waladi. Thot, unë dilja për t'i kullotur bagëtit dhe kur kthehesha, i milja dhe qumshtin u dërgoja prindërve për ta pirë para fëmijëve të mi. Do të thonë këtë vepër e ka bëu për hir të Allahut te bareke ve teala. Edhe pse ka pas fëmijë të vogël, edhe pse fëmijët janë untu edhe në shtu, prap ju ka jep përparësi prindërve të vet. Atë qumsh që ka marr, ka shku me të të prindërit e vet mas parë. Wa innahu na'a bi ash-shajar fama ataitu hatta amsayt. Thot një natë prej natëve pasi u angazhova me bartën e disa pemëve prej një vendi në vendin tjetër, u vonova derisa ra nata. Fa wajadtuhuma qad nama. Edhe kum gjetë ata dy prindë e mi në gjumë, kam fjetë, për shkak se ai është vënu kur u marr me do punë tjera. Fa halabtu kama kuntu ahlub, fa ji'tu bil hilab, fa qumtu 'inda ru'usihima akrahu an uqidhahuma min nawmihima wa akrahu an abda'a bis-sibya qablahuma was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadamay. Thot i mola delet sikur se çdo herë, ndërkohë që fëmijët e mi ishin duke qajt edhe duke bërtit prej urisë të madhe te komët e mia. E unë nuk i zgjova prindët e mi prej gjumit, më jep me pi po prita derisa zgjon ata vet. Bona sabër derisa hini koha e sabat. Derisa u bo sabata dytë nuk janë qu. Fëmijët e tij ton kohën kanë kajt edhe kanë bërtit. Edhe s'ju ka jep fëmijëve të vet me pi para nanës edhe para babës të vet. Falam yazal dhalika da'bi wa da'bahum hatta tala'a al-fajr. Derisa u bo sabaj, kështu kum vepru. Kum prit, kum bo sabër se kum jep fëmijëve me pi. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj lana furjatan nara minha as-sama. Nëse te o Allah e din që unë kum bo këtë vepër veç për hir tonin, atëherë hapna i neve një vrim të vogël që të kena mundësi ta shohim qiellin. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa faraja Allahu lahum furjatan hatta yarawna minha as-sama.Lau ka hap Allah te bareke ve teala një vrim edhe ju ka mundsuar aty me pa qiellin. Domethënë kanë pa dritë, kanë pa qiellin edhe ka hi ajri pak më shumë në atë shpellë ku kanë qenë ata. Kësaj e dini i thonë at-tawassul, afrimit Allah te bareke ve teala përmes veprave të mira që i bën robi, dhe kjo është e lejuar. Lejohet që njeri kur ka nevojë diçka prej Allahu xhalla xhelaluhu, me kërku prej tij përmes veprave të mira që shpreson që ju kanë pranuar te Allahu te bareke ve teala. Ja Rab, nëse e din që namazin e sabat e kum fal në xhami veç për ty, atëherë mund sa më këta dhe këta. Ja Rab, nëse e din që e kum lënë një vend punës ku ka pas shumë harame dhe ndal dikun tjetër e kum ndru për hir të Allahut te bareke ve teala, atëherë ja Rab, mund sa më që më ndodh kjo dhe kjo, se largoma këtë bela dhe këtë sprov. E kështu me radhë. Kjo është prej tawasulit të lejuar, afrimit tek Allahu te bareke ve teala me veprat e veta, njëri me veprat e mira të veta. Ndërlloje tjera që lejohet me afru te Allahu te bareke ve teala, me to është afrimi te Allahu xhalla xhelaluhu përmes emrave dhe cilësive të tij. Me lut Allahun te bareke ve teala, ya hayyu ya qayyum, o ti që je i gjallë, ti që krejt ka nevojë për ty edhe ti s'ke nevojë për kërkon. Me lut Allahun te bareke ve teala me emrat dhe cilësitë e tij. La ilaha illa ant, nuk ka zot i cili meriton të adhurohet me të drejtë përveç teje, subhanak i lartësumjete, inni kuntu min adh-dhalimin. Unë kam qenë prej zullumçarëve, kum bo zullum vetes me gjunahe, Yunusi alayhi salam. Ose Musa alayhi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O Allah, unë jam fukara dhe kam nevojë për çdo send pe hajrit, çka do të më jepsh për çata kam nevojë. Do të thonë me lut Allahun te bareke ve teala me emrat dhe me cilësitë e tij. Gjithashtu edhe me gjendjen tonë dopt, me thonë unë jam njeri i dopt. Nëse ti s'm fal, la illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin.
Ademi a.s. bashkë me Havën, nëse ti s'na fal neve dhe s'na mëshiron, na kena më kon prej të humburve, prej atyre që dështojnë. Me lut Allahun me emrat dhe cilësitë e tij të larta dhe të bukura, edhe me gjendjen tonë dopt. Edhe diçka tjetër që lejohet është me kërku prej dikujt që e din edhe shpreson që është i mirë dhe i afërt te Allahu te bareke ve teala, njëri i devotshëm, mi thon atij lutë Allahun për mua. Këta kanë bërë sahabit, kanë shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe i kanë thonë ja Rasulullah, lutë Allahun për neve, na fal. Ose për shembull, ai rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë 70.000 veta prej umetit tem kanë hyjnë në xhenet pa u dënu edhe pa u marrë në llogari. Edhe ju ka tregu kushin ata. U kon një prej sahabive ka pas emrin Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, i thotë ja Rasulullah, lutë Allahun t'jam unë prej tyne. Edhe lut, do thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahun që Ukasha më kon prej tyre. E çotë edhe një njeri thotë ja Rasulullah, lutë Allahun që edhe unë më kon. Thotë sabaqaka biha Ukasha. Sabaqaka biha Ukasha. Ta ka parapriu Ukasha, ai u dali parë, më ka thonë bëj dua, ku bëj dua për ta. Do thonë këta përmend veç me tregu që lejohet mi thon dikujt na që është i devotshëm, bëj dua për mua. E njëjta transmetohet që edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Omerit radhiyallahu anhu që ka më ardhur një njeri në haxh. I ka thonë sahabive, ju ka thonë nëse ai vjen edhe ju e takoni ato, kërkoni prej tij që të kërkon falje te Allahu për juve. Këto janë disa prej argumenteve që diçka e tillë lejohet. Këtë hadithin e gjatë tash janë kon 3 veta ata që kanë hi edhe në strehu aty, edhe ai dytë dhe ai tretë kanë lutur Allahun te bareke ve teala me vepra të mira që kanë pas. I dytë ka pas një vazh që ka dash tepër shumë, edhe ka lënë diçka për hir të Allahut dhe me çata ka lutur Allahun. Ai tretë ka pas një njeri shërbëtor ose më thon punëtor me pagesë që ka bëu diçka për mos mi hin zullum, edhe ka lutur Allahun te bareke ve teala me veprën e tij, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund hadithit thotë fa faraja Allahu anhuma tara Allah te bareke ve teala wa hapi daljen tërësisht. Edhe kanë dalë prej asaj sprove që e kanë pas. Në kapitullin e radhës 6, Imam Buhariu e ka emërtu uququl walidain min al-kaba'ir. Ka thonë mos respektimi i prindërve është prej mëkateve të mëdha. Edhe i ka transmetuar 3 hadithe. 3 hadithe, hadithin e Al-Mughiras radhiyallahu anhu, Abu Bakra radhiyallahu anhu, Al-Thaqafi, edhe hadithin e Enesit radhiyallahu tebaraka wa taala anhu. Hadithi i parë, hadithi e Al-Mughiras radhiyallahu anhu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flet për disa mëkate, për 7 mëkate, të cilat Allahu xhalla xjalaluhu i ka urrejt dhe i ka ndalu. Edhe thot inna Allaha harrama alaykum uquqa al-ummahat. Me të vërtetë Allah te bareke ve teala ja u ka ndalu juve mos respektimin e nënave. I veçon nënat në këtë hadith, nuk i pranon baballarët hiç. Edhe pse dyat i ka ndalu Allah te bareke ve teala, por në këtë hadith Allahu ja u ka ndalu juve mos respektimin e nënave, e para. E dyta, wa man'an, privimin e njerëzve nga drejta e tyre. Qoftë e drejt e pasurisë apo edhe më gjënsisht. Nëse dikush ka drejt të ti, ka hak të ti, nuk lejohet me privu ato, patjetër që duhet me jap hakun e tij. Nëse është në pasuri atëherë, për shembull, fëmijët kanë hak të baba i tyre. Gruaja ka hak të burri i saj. Fukarat dhe miskinat kanë hak të njerëz që kanë pasuri. Atëherë Allah te bareke ve teala ka ndalu këto. Që dikush me ndalu hakun e tjetrit që e ka në dorën e tij. E treta wahat, lypjen pa drejt, me kërku prej njerëzve pasuri pa e meritu ata. Këta Allah te bareke ve teala e ka ndalu. Pas kësaj wa wa'd al-banat, edhe varrosin e vajzave për zgjalli. E që ka qenë prej veprave të shëmtuara që i kanë bë jo besimtarët para ardhes së pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siç na tregon Allahu xhalla xjalaluhu në surën An-Nahl, thot wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kur dikujt prej tyre i ka lajmi që i ka lind një vajzë. Dhalla wajhuhu muswaddan, ju kanë zi fytyra. Subhanallahu, pe mërzis të madhe kur e ka marrë vesh që ka qik. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Edhe u nervozu tepër shumë, edhe i ka tepër marrë. U nevrikos tepër shumë. Yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih. Edhe kur ka dalë mshef prej njerëzve që ka jetu me ta.
Si ka çaq shumare që ka linë qika, thonë veç mos të mshojnë njerëz. Tash me vet atë ka linë qika. Subhanallah, yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih, prej lamit keq i ka ardhur. Edhe ka qenë mes dy zgjedhjeve, me zgjedh ose e yumsikuhu ala hunin, me mbajt atë duke qenë i poshtruar, edhe me jetu të njëjtën i poshtruar, pse se Allah i ka fal vajzë. Allahu na rujt. Am yadussuhu fi turab, ose me shtia atë gjallë në dhej. Allah xhalla xhelaluhu thot: "Ala sa'a ma yahkumun." Sa gjykimi keq është ky. Për ata Allah te baraka ve teala është ahkamul hakimin, ai i cili gjykon. Është i vetmi cilit i takon gjykimi. Ndarja e halalit me haramin, urdhëresa dhe ndalesa. Nëse Allah te baraka ve teala ka urtësi të plot. E njerëzit nuk kanë urtësi. Nëse kanë urtësi, ka mundësi me pas, ama nuk e kanë të plot. Allah te baraka ve teala është ai i cili gjykon me drejtësi. Pastaj e pesta me radhë që ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose ka thonë që e ka urrejt Allah te baraka ve teala, thot wa kariha lakum qila wa qal. Thashë themet që është prej gjunave të mëdhaja në cilat shumë prej muslimanëve të mirë bin. Thashë themet, ai tha, ky tha, a e nive që ka tha, a e nive që ka boni, a pe që ka boni. Kjo është prej gjunave të mëdhaja. Thashë themet, cilat shumë prej neve Allahu na falt, nuk i marrin as për gjuna të vogla, as nuk e din që janë gjuna, as nuk e vrejnë veten që po bin gjuna. Bartja e fjalëve, ai tha kështu, ky tha kështu, ai të përmenja, ai të përmenja, ai të shkrujtja, ai të shkrujtja, Allahu na ruaj. Pastaj e gjashta është wa kathratu su'al, të pyeturit e shumt. Edhe këto Allah azza wa jall e ka urry. Saqë këto pyetje të shumta që kanë bëu pejgamberëve, shpesh herë janë bëu shkak edhe për dënimin e atij popullit. Mi u rënu diçka prej punëve krejt popullit. Edhe fundit është idha'atul mal wa idha'atul mal. Allah te baraka ve teala e ka urrejt shpërdorimin e pasurisë. Sa i përket të pyeturit të shumt, thot Allah xhalla wa ala në surën Al-Maide, ja ayyuhalladhina amanu, i thret besimtarët me thirrjen e imanit, o ju të cilët keni besuar, la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum. Mos pyetni për gjëra cilat kur të merrni përgjigjen, e dini që përgjigja s'ka më ju pëlqy. Nuk lejohet njeri me pyet për diçka nëse Allah te baraka ve teala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pas tyne dietarët e mëdhej dhe hoxhallarët e mëdhej i kanë lënë çashtu si kanë përmend, nuk ka nevojë me shku edhe me i pyet ata. Për shkak se përfundimi tani dali keq zakonisht. E kjo ka ndodhur për shembull edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në hadith që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, ku thotë na ka marrë një hutbë në fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na ka thonë: "Ejuha an-nas, qad farada Allahu alaykum al-hajj fahujju." Allahu te baraka ve teala ju ka bëu juve obligim haxhin, atëherë kryeni haxhin për hir të Allahut. Shkoni në haxh. Veç ju ka treguar që haxhi është obligim. Edhe çka kryeni. Ka dalë një prej tyre edhe ka thonë: "E kulla amin ya Rasulullah." Ana ka bëu obligim çdo vit ya Rasulullah? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hesh, si ka përgjigj. Ai ka pyet për zdyti, e kulla amin ya Rasulullah? Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka hesh. Pra për strejt herë ka pyet, e kulla amin ya Rasulullah? Ana ka bëu obligim çdo vit me shkon haxh? Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është përgjigj, ka thonë: "Lau qultu na'am la wajabat." Sikur të kisha thonë po, ish bë farz me shku çdo vit. Wala mastata'tum, edhe s'kishit me pas mundsi. Që i bjen mos pyetni shumë pa nevojë, vet heshte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas pyetjes para ludon që s'ka nevojë me pyet më shumë. Nuk ka çdo vit. Atë na fatkeqësisht ka kësi njerëz që me njet të keq shkojnë te dietarët ose te hoxhallarët dhe pyesin. Dhe pastaj krijohen fitnë të ndryshme. Vazhdim të hadithit vallahi është më rëndësishëm me përmend, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Dharuni ma taraktukum." Lemnin ata që unë ju kum lënë juve ta. Mos e teprani me pyetje, mos e teprani me kësaj. Fa inma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Gjasë njerëz që kanë qenë para jush janë shkatërruar për shkak të pyetjeve të shumta që kanë bërë. Vet pejgamberi sa më ka tregu. Wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, edhe janë shkatërruar për shkak se i kanë kundërshtuar të dërguarit pejgamberët e tyre që Allahu ja ka dërguar. Ata tani ja sahabive po edhe neve një këshill ose një fjalë ose një rregull të madhe që do të më pas parasysh në krejt jetën. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
fa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Kur unë ju urdhroj me diçka, kryeni atë urdhër aq sa keni mundësi. Shembull i thjeshtë namazit, pejgamberi sa selam ka urdhëruar me u fal në kom. Nëse dikush s'ka mundësi, do të me kry çat urdhër çat sa ka mundësi. Falet ulën, nëse s'ka mundësi as ulën, falet shtrit. Me rëndësi e kryen çat urdhër, çat sa ka mundësi. Edhe dyta wa idha nahaytukum an shay'in fad'uhu. Ana sonjo ndaloj prej diçkafit, atëherë lajeni ato në tërësi. Nga se ma lehtë është me lënë një diçka, se sa me vepru një diçka. E kjo është rregull që do të me pas parasysh njëri në jetë. Edhe shtata që thamë shpërdorimi i pasurisë, këta Allah te bareke ve teala përmend surën Al-Isra, thot wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Jep yani hakun ata që njerëzit e meritojnë për pasurive të juve, kujna dhal qurba, mas pari njerëzit afërt, gruas, fëmijëve, njerëzit që kanë hak, kanë drejtë te. Kryeni obligimet që i keni me ta. Wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina dhe njerëzve gjorë që kanë nevojë. Wa ibn as-sabil dhe njerëzit që kanë mbet diku në rrugë, larg familjeve të veta dhe larg pasurive të veta, i kanë harxhit pasuritë, dikush që vjen udhëtar edhe ka lënë kësaj për shembull, do të më jap, se është hak i tij. Me ndihmu që me kalu këtë rrugë. Wala tubadhir tabdhira, edhe këto domethënë na ndalon Allah te bareke ve teala thotë dhe mos e shpërdorni pasurinë. Mir hadithi radhës është hadithi Abu Bakra al-Thaqafi, s'është ke Abu Bakri radhiyallahu anhu, po tjetër njëri, tjetër sahabi. Thotë që i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam thotë ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. A t'ju tregojun juve o shokët e mi se cilat janë mëkatet më të mëdha. Qulna bala ya Rasulallah. Sahabit menzi s'kan prit me ju tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, që me vepru ata se mund ndalu prej saj. I thojnë patjetër ya Rasulallah, tregona. Thot e para el ishraku billah, ortakria. Mi bo Allah te bareke ve teala ortakri shirk në adhurim. Allah te bareke ve teala shirkun e ka ndaluar në shumë vende në Kur'an dhe Sunet, ndërton surën An-Nisa në dy ajete të njëjta, ku thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dy herë ka përmend të njëjtin ajet në surën An-Nisa. Me të vërtetë Allah nuk e fal shirkun. Nëse njëri vdek me shirk, Allah te bareke ve teala nuk ja fal. E përveç shirkut i fal Allah azza wa jall kujna don çka don. Kjo e para. Vlen më u përmend që edhe ndalesa e parë në Kur'an është ndalesa prej shirkut. Surën Al-Baqara, kur Allahu urdhëron herën e parë, urdhëron në tauhid më njëherë. Ja ayuhan nas u'budu rabbakum. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj. Ndalesa në ajetin tjetër, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, mos i bëni Allahut shirk në adhurim duke e ditë. Çka i bën kjo duke e ditë me bësh shirk duke e ditë? I bën duke e ditë që Allah azza wa jall ju ka kriju juve, është i vetmi që ju ka kriju. Është i vetmi që ju ka furnizu. Edhe e dini që është i vetmi i cili e meriton adhurimin. Atëherë fala taj'alu lillahi andada, mos i bëni Allah te bareke ve teala shirk. Wa uququl walidain, edhe prej mëkateve më të mëdha është sjellja e keqe me dy prindrit. Thot transmetuesi hadithit Abu Bakra, wa kana muttaki'an fajalas. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbështetur edhe është ul, është drejtu. Faqala ala wa qawlu az-zuri wa shahadatu az-zur. Ala wa qawlu az-zuri wa shahadatu az-zur. Ka përmend këto fjali disa herë sa që thot fama zala yaquluha hatta qultu la yaskut. Çaq shumë i ka përmend çto disa herë, çto dy fjali, sa që ku menu që s'pas ka më hesht, ku thon analet pejgamberi alayhis salam. Me çka i ka ndalu? I ka ndalu me fol fjalë të rrejshme edhe me dëshmi të rrejshme. Ka ndalu disa herë, ka thonë mos folni fjalë të rrejshme edhe mos dëshmoni dëshmi të rrejshme, nga se këto janë prej mëkateve më të mëdha që mundet me i bë dikush. Edhe hadithi i Enesit radhiyallahu anhu, i cili thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend disa mëkate të mëdha, ose thot e ka pyet dikush për disa mëkate të mëdha dhe ka thënë ash-shirku billah, shirku që është mëkati më i madh që falem pak për të. Pas shirkut thot wa qatlun nafs, vrasja e njeriut. Është prej gjunaheve më të mëdha me vrarë dikon. Qoftë ai i vrarë besimtar apo edhe jo besimtar.
Patjetër që me vrau besimtarin është shumë më e rëndë dhe kefareti është shumë më i madh, po edhe me vrau jo besimtarin pa hak është gjuna i madh. Këtë ka ndaluar Allahu te baraka wa taala, siç përshin edhe në hadith ka treguar që është prej gjunave më të mëdha, po edhe në Kur'an surën Al-An'am thot wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Mos e vrani një nefs, një njeri që Allah ka ndaluar me vrau. Allah ka ndaluar me vrau edhe jo besimtarët pa hak. Nëse është me hak tani lejohet me vrau edhe besimtarin, se jo besimtarin, po edhe besimtarin. Lejohet me vrau nëse është me hak, edhe dini hadithet që flasin për këtë temë. Llojet e njerëzve besimtar që lejohet edhe do të me i vrau. Wa uququl walidain, edhe sjellja e keqe, domethënë me prindrit është prej gjunaheve më të mëdha. Edhe pastaj i thotë ela unabbiukum bi akbaril kaba'ir, prej këtyre gjunaheve më të mëdha, aty ka thënë se cili është më i madh. Prej këtyre gjunaheve më të mëdha, thot qawlu zur ose shahadatu zur, e njëjta që thamë edhe më lart, fjala apo dëshmia e rrejshme. Edhe në kapitulli i fundit për sonte, në kapitulli i 7, cilën e ka thujt apo ka mërtuar Imam Buhariu, silatul walidil mushrik, lidhja apo mbajtja e lidhjeve me prindin i dhujtar. Do të thonë dikush ka prind që është mushrik, i dhujtar. A do të më mbajt lidhje të afërta me ta apo nuk duhet? Tregon hadithin e Esma bint Abi Bakr radhiyallahu anha. Esma vajza e Abu Bakrit radhiyallahu anhu, motra e Aishës radhiyallahu tabaraka wa taala anhunna. Thot atatni ummi raghibatan fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur nana jam prej Mekës, se ka qenë mushrike nana e saj, e cila ka pas emrin Qutayla. Qutayla bintu Abd al-Uzza. Ka ardhur prej Mekës, se Abu Bakri radhiyallahu anhu kur ka qenë në Mekë ka pas gru. Edhe ka shkurorzu kameta në Mekë. Thot ka ardhur prej Mekës në Medinë tonë. Edhe ka dashur mu taku me mua, me mbajt lidhjet me mua, me këtyr çka ku bëon, çysh po kaloj, sikur nana për çik vet. Edhe thot fasaltu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asiluha. Aisha radhiyallahu anha, nana vet mushrike ka ardhur, ka shkuar ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, a me pranua ta me mbajt lidhjet farefisnore me ta, a me lon me himrana? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot na'am, po, mbajt lidhjet farefisnore me ta edhe pse është mushrike. Dhe një prej transmetuesve, Sufjan ibn Uyayna radhiyallahu anhu wa rahimahu, thot që për shkak të këtij rasti dhe kësaj vizite ka zbrit një prej fjalëve të Allahut, një prej ajeteve të Allahut te bareke ve teala në surën Al-Mumtahina. E që është fjala Allah te bareke ve teala la yanhaakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Me të vërtetë Allahu nuk ju ndalon që të sillni mirë edhe të sillni me drejtësi me ata të cilët lam yuqatilukum fi din, si kanë luftuar fe, edhe nuk ju kanë dëbu juve prej shtëpive ku keni jetuar. Me këta njerëz, edhe nëse janë mushrik, lejohet edhe dohet me u sill mirë me ta, nga Allah thot që nuk na ndalon prej tyre. Allah te bareke ve teala në përgjithësi ka urdhëruar besimtarët me u sill mirë edhe me besimtar, po edhe me jo besimtar. Surën Al-Baqara thot Allahu xhalla xjalaluhu wa qulu lin-nasi husna. Dhe fletjuni njerëzve në përgjithësi, njerëzve me krejt llojet që janë husna, wa qulu lin-nasi husna, faluni njerëzve fjalë të mira. E ky rast i Esmas radhiyallahu tebaraka wa taala anha ka ndodhur pas marrëveshjes së Hudejbjes. Nëse dini marrëveshjen e Hudejbjes, që ka ndodhur në vitin e 6 të Hijretit, u boni armpushim mes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanëve, armpushim mes tyre edhe kurejshëve të Mekës. Që kurejshët e Mekës e kanë prish për më pak se sa 2 vite. Po merren si një kohë ka qenë kjo armpushim. Në këtë kohë ka ardhur domethënë kjo gru që ka pasur në Qutejla te vajza e saj Esma, bia Abu Bakrit radhiyallahu tabaraka wa taala anha. Kjo Esma bintu Abi Bakr e ka pas motër Aisha radhiyallahu anha, po se ka pas prej të njëjtës nanë. Nana e saj ka qenë besimtarëve prej besimtarëve më të mira, që ka pas emrin Ummu Ruman, krejt tjetër gru, që ka jetu Medinë me Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Besoj që kaq mjafton. Allahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.